Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës me 13 vjet akuza për 5 vepra të rënda penale, Rion Velie ka ankimuar në KLP vendimin e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesave ndaj prokurorit të Spakut Olzado, duke kërkuar shfrytëzimin e vendimit e fillimin e hetimit disiplinor. Ky ankimim është qartëzi një tjetër presion që kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës u bën institucioneve të drejtësisë në linjë me prokurorin Olzado, edhe pse gjykata administrative nga grushën në fytyrë duke rrëzuar padinjë sharake kundër prokurorit Olzado. Kryebashkiaku i arrestuar vijon me skemat e presionit e tij. Pak ditë më parë, me 13 gusht, Rion Velia ankimoi emërimin e prokurorit Olzado në gjykatën e apelit, ndërsa sot ankimon në KLP vendimin e LD-s për prokurorin Olzado. Kjo tregon se Rion Velia vijon sulme ndaj prokurorit Olzado, pavarësisht vendimit të gjykatës administrative, e cila rrëzoi padinën e tij shoqërake si institucioneve të drejtësisë. Problemi i vërtetë i Rion Veliait nuk qëndron te mënyra se si është emëruar prokurori i posaçëm Olzado, për shkak se ai e di shumë mirë se cila është pastërtia e figurës së tij, por këtë herë i ka përmat me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, i hetuar në mënyrë profesionale nga 2 prokuror, kërkon të rrëzojë njërin prej tyre, me ide se mund të shpëtojë nga akuzat. Velia ka kryer një fushat të gjerë sulmesh ndaj prokurorit të çështjes Olzado, me akuzat të cilat nuk ka mundur të vërtetojë dot, me manipulime, me mashtrime që sot pas një viti nuk nxjerr dokumentin me firmën e tij, por gënjeshtër ku thotë se Olzado i ka kërkuar shtesë mbi lejen e ndërtimit apo për mashtrimet që dërgohen në Departamentin e Drejtësisë në Senat e Kongres, ku gënjen duke thënë se Olzado është aktivist i Partisë Demokratike, që prej arrestimit të tij në shkurt të vitit 2025, Velia vijon sulmin e tij nga drejtësia, nga frika e përballjes, me 13 akuza të rënda, 9 prej të cilave janë për korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim i produkteve të veprave penale, fshehja e pasurisë, e futje e sendeve të ndaluara në qeli.